Moti i keq me rebeshe shill dhe stuhiere ka përfshirë në 24 orët e fundit edhe Kosovën. Si pasojë ujërat vërshuan në rrugë duke përmbytur dhjetra biznese dhe banesa. Situata më e vështirë u krijua përgjatë rrugës Ferizaj-Gjilan, në afërsi të Sojevës, ku siç shihet edhe nga pamjet, uji ka pushtuar bizneset dhe automjetet që gjenden në rrugë. Një situatë problematike u krijua edhe në Gjilan, ku lumi doli nga shtrati duke përmbytur shtëpi e biznese. Megjithatë, sipas të dhënave të Agjencisë së Menaxhimit Emergjent, situata në nivel kombëtar aktualisht paraqitet e qetë, ndërkohë që nga fillimi i rreshjeve, njësitë profesionale të zjarrfikses dhe shpëtimit kanë kryer 76 ndërhyrje në Prishtinë, Fushë Kosovë, Ferizaj, Gjilan, Viti, Llokot, Podujev, Mitrovic, Lipjan, Kamenic, Novobërt, Junik, Ranilung dhe Shtim. Për shkak të situatës janë evakuuar gjithsej 6 familje në komunat Fushë Kosovë, Ferizaj dhe Gjilan.